pyetje që duhet të ja drejtoni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, meqense aty janë edhe task forcat që merren me këto çështje, nga informatat që na janë dërguar neve nga KQZ-ja në pjesën e parë të mëngjesit. Të gjitha qendrat e votimit janë duke funksionuar në rregull dhe jam e bindur nëse ka pasur ndonjë parregullsi të vogël aty këtu që KQZ-ja në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera do ta rregulloj sa më parë që të jetë e mundur. Ky ka qenë mesazhi im gjatë tërë kohës dhe menjëherë pasi të përfundoj ky proces zgjedhor, jam e bindur që të gjitha partitë politike do të gjejnë një rrugë përpara në mënyrë që të kemi institucione funksionale, stabile dhe me legjitimitet të plotë, të cilat do të marrin vendime në të mirë të qytetarëve tanë dhe të Republikës sonë. Uroj që sot Republika jonë të ketë zgjedhje të qeta, zgjedhje të rregullta, zgjedhje demokratike. Uroj po ashtu që të kemi zgjedhje me pjesëmarrje sa më masive të qytetarëve të Republikës sonë me të drejtë vote. Si gjithnjë, zgjedhjet janë një proces i rëndësishëm demokratik, ku vendimarrja kthehet tek qytetarët tanë dhe shpresoj natyrisht që rezultatet e këtyre zgjedhjeve të rezultojnë me krijem sa më të shpejtë të parlamentit dhe zgjedhje të qeverisë së Kosovës, të cilat janë të domosdoshme për procese të rëndësishme të brendshme dhe ndërkombëtare për Republikën tonë. Dua t'i falenderoj të gjitha institucionet që janë angazhuar dhe angazhohen edhe gjatë ditës së sotme që ky proces zgjedhor të jetë sa më i rregullt, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tek institucionet tona të sigurisë dhe ato të drejtësisë. Si gjithmonë një falënderim edhe për juve mediave që sot gjatë tërë ditës do të raportoni për këtë proces. I uroj të gjithë qytetarët e Kosovës dhe shpresoj që gjithçka të shkojë në rregull dhe qetë.